Area Ago, partnerja të shumë përfolurit të Safet Bajri, është lënë në burg nga gjykata e apelit të posaçëm, e cila ka miratuar masën e arrestit me burg ndaj saj. Ajo akuzohet për krijimin e kushteve për kryerjen e vrasjes dhe për krajet e autorit të krimit, pasi dyshohet se ka luajtur një rol të rëndësishëm në ndihmën e autorëve të krimit të rënd që ndodhi në Shkodër në vitin 2018. Sipas dosjes hetimore të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, dyshohet se Area Ago ka qenë një prej personave të lidhur ngushtë me ngjarjen, duke ndihmuar pas ekzekutimit të vrasjes së Fatbard Licit. Më konkretisht, ajo është akuzuar se ka larguar vrasësit e Licit me automjetin e saj vetëm pak çaste pas ngjarjes tragjike. Pas vrasjes, ajo është dyshuar se ka transportuar Astmer Bilalin, një tjetër person të lidhur me ngjarjen, nga Shkodra në Tiranë. Një nga elementet kyçe të hetimeve është një bisedë telefonike që ka ndodhur vetëm 20 minuta pas vrasjes. Sipas SPAK, biseda përfshin Area Agon, e cila është identifikuar si drejtuese një automjeti tip Benz me targat AA989TE, e cila shfaqet në vendin e ngjarjes. Kjo telefonat konfirmon se Astmer Bilali ishte në shoqërinë e Safet Bajrit, i cili ka qëndruar në Shkodër, ndërsa Area Ago ka qenë në Tiranë. Vrasja e shtetasit Fatbard Lici ka ndodhur rreth orës 7:00 dhe biseda zhvillohet 20 minuta pas vrasjes, kohë në të cilën rezulton se mjeti tip Benz me targ AA989TE, që shfaqet në vendin e ngjarjes, po drejtohej nga shtetësja EA. Nga kjo telefonat kuptohet që shtetasi Astmer Bilali është në shoqërinë e shtetasit Safet Bajri dhe bisedon me të dashurin e Safetit. Nga kjo telefonat kuptohet gjithashtu që personat në hetim janë në shoqërinë e njëri tjetrit dhe se mjeti tjetër përdoret nga Area Ago. Në këtë fazë të hetimeve, SPAK është duke analizuar prova të tjera dhe ka ndërmarrë disa veprime për të sqaruar rolin e plotë të Area Agos dhe të tjerëve të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë kriminale. Autoritetet po punojnë për të siguruar që drejtësia të vihet në vend dhe të gjithë personat përgjegjës për këtë vrasje makabër të ndërshkohen sipas ligjit. Ky vendim i gjykatës së apelit të posaçëm ka ngjallur një val reagimesh në opinionin publik, i cili po ndjek me vëmendje zhvillimet e kësaj çështje që ka tronditur qytetin e Shkodrës dhe më gjerë. Hetimet po vazhdojnë dhe autoritetet janë të angazhuara për të zbuluar të gjitha lidhjet që mund të ekzistojnë mes personave të dyshuar dhe krimit të kryer.